gëzuar një majnë kudo që ndodheni bashkëdhetar në të gjithë botën, gëzuar festën e punëtorëve që me aq sakrifica arritën me revolucion, me përpjekje që të jetë kjo ditë e 1 maj, dita e tyre, për të respektuar punën e tyre, orarin e tyre, gjithçka që ata japin gjithmonë. Muaj të mbar të gjithë kudo që jeni, dhe si ditë pushimi mund të dilni të shëtisni, të zini atë majnë, si që thonë me dorë ato lulet, lulukuqet, për të sjellë mirësi dhe mbarësi. Së bashku, për të gjithë juve, që jeni të lindur në muajin maj, do të dëgjoni çfarë vlerash, karakteri dhe çfarë ju duhet t'ju kushtojeni vetes tuaj, të gjithë pa përjashtim ju që jeni lindur në muajin maj. Le të shikojmë ç'do të thotë ky muaj për ju, dhe në të njëjtën kohë çfarë duhet të bëjmë të gjithë pa përjashtim në muajin maj, me çfarë duhet të punojmë, ku duhet të përqendrohemi dhe çfarë tjetër do hapim rrugën e suksesit. Atëherë le të dëgjojmë të gjithë personat që janë lindur në muajin maj. Muaji maj është muaji i urtësisë dhe i lulëzimit. Është periudha kur toka zgjon bukurinë dhe bollekun. Nëse ke lindur në maj, jeta juaj ka një thellësi të rrallë dhe një njohuri që zbulohet natyrshëm, si në një lulëzim i një luleje. Ky është muaj kur bashkë të mësuarit dhe kërkimi për të vërtetën sjellin ndriçimin dhe kuptimin që ndriçon ata përreth. Kjo është dhurata juaj, një mendje që hapet drejt urtësisë dhe dijes, një qetësi dhe fuqi të qetë që të rreq ata që kërkojnë këshilla. Mençuria dhe i mençuri është si ari, diçka që nuk mund të blihet si ari, por fitohet me kalimin e kohës dhe durimin. Ju që keni lindur në muajin maj, mund të zotëroni këtë cilësi të veçantë, të keni mençuri, dhe të ndihmoni ata që janë të etur për të kuptuar jetën. Prania juaj është një pemë që ofron pushim dhe shërim. Njohuria është një dhuratë që mençuria e vërtet është ajo që ndihmon dhe ndan dijen për të mbështetur të tjerët. Kjo është dhurata juaj për botën, të jeni një burim paqe dhe mirëkuptimi në kohë pa sigurie. Pak a shumë kaq, do japim një ditë tjetër prap dhe energjinë e numrit 5 të muajit maj. Do t'ju them që nesër dini dhe bëni nga një kuror, vireni në kokën, ndjehuni fëmijë, çfarëdo moshe që jeni, luani nëpër lëndina, hiqni çorapet dhe shkelni zbathur në tokë, lidhuni me tokën. Toka është toka pjellore, është gjinia femër, do t'ju ndihmojë.